Unë kam 20 vjet me Almën me bashortin. Ka ik. Goca 15 vjet që i vjen zëtë ke shkolla, u martu mama e poshenda. Dohan 2 paketa ditët, ikte me punë e motrës 2 manatës vinte. Do të dalë poshtë, do vetëm jetë, shumë kot muaj. Më shumë e bën me mua është ai punë e motrës sa me motrën e vet. Mi ka rap, mi ka të truh, mi ti kam në vit. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme unë do hap dritaren dhe do kemi një baba, është 38 vjeç, quhet Edi Koxha, me origjinë nga një fshat i Librazhdit, i cili është baba i 4 fëmijëve, por fatkeqësisht përpara një viti bashkëshortja e tij, që kishin 20 vite martesë, është larguar me një person tjetër, duke braktisur bashkëshortin dhe 4 fëmijët e mitur. Por çfarë ka ndodhur me çiftin në 20 vite martesë dhe pse i erdhi fundi në formën më të keqe të mundshme, do të jetë Edi që do na i tregojë të gjithë këtë histori. Kështu që hap dritaren dhe ftoi 38 vjeçarin. Edi, përshëndetje në radhë parë nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt, kemi disa kohë që kemi folur në telefon, por s'kemi mundur dot që të flasim bashk, sepse më ke kërkuar që të ndihmoj për një rast që je në nevojë. Faleminderit. Unë dua të dëgjoj zërin tënd, çfarë të ka ndodhur? Unë kam 20 vjet me Almën me bashortin. Ka ik. I ka procesmit, ka ik me 2 motrat, bëm ke policia, bëm një kohë që të bëj. 20 vjet. 20 vjet martesë? Martesë. Dhe sa po bën gruaja Alma që pas ka ikur? Shin korrekt 2024, 2022, nuk e maj me një shudadën një. Por çfarë? As detërim e s'ka pagu, as ku ka pas karamët dërlindjen. Mi bërë motre, hofte, unë e tje që vende se ka s'jadë në stomën, mi e 3 motre e kështë që maltu para me se me marën, e 2-3 vjetë atje, 114 vjetë, dohon. Që të bëjën, unë hopi shketin Greqi, a s'kam fri pak me bu. Por, më vika keq, ajo ka ikur të ka braktisur edhe ty dhe fëmijët? Pile iku, unë e tje që përën të i përshë të kone punë dhe do në Tiranë. Ati rrinë mi i bërë motre, më shumë e përën me mu, kështë e se me motrën e vetë. Çfarë të thoshte? Më shumë e përën me mu, kështë e i bërë i motre, se me motrën e vetë. Ata janë rrugaqë. Wow. Se motra, ata janë nuk në që ka pri pa, për kutën, që o, ma e ka pu me vetë, nga shuja. Po ke që nga e rëndë. Anë mo, që ka ta me ka mu, ka ta më si e panë, asë rafa si jo, bile e rristën e të me tika me vide, ka me ashu, i të të rëndën e të me të njërë mo, unë ishka të i panë Greqi, pa me këne, 4 fëmijë, a në ty në ka 10-6. E të mërshme, ke 4 fëmijë me Almën? Po, në 6 kalamajnë, ka 10 dhëtë parë. Sa vjeç janë fëmijët? Goca i menë mosh 15 vjet i menë të torë, Po. 13 vjet goce tjetër, 2 qunat, vjet njoni, 7 tjetëri. Wow, dhe nëna ka ikur dhe i ka lënë. Po kalon i menë hap një ne, o shruke, dhe këtë në hap kapa tje, i menë martu fjeshtë. Në një ka të jonë, asë telefon asë i gjo, erë ditë ke shkolla, mi bur tjetër, mi makina ne. Në shqytë mive të anet, mi të që goca 15 vjet që i vjen zëtë ke shkolla, u martu mama e poshenda. I dashur Edi, por dua të pyes, çfarë ndodhi atë ditë? Pate konflikt me Almën që iku? I kështu punë ti që mone hen 2 javë nuk rinte kjo në, se ka pas një ka qukëshe, ka e motre vetë për i qunë qajt për rrisë motre, se kupton? Po. I hen 2 javë i të atje. Ka pas që martuje, kishe pas që martuje para me, po se dije. Po, Një 3 vjetë. Po ikte atje për çfarë ikte? Ikte takon të motrën apo? Unë e shkret e dje që takon motrë, më dike ke motrë i kërë, i rrinë atë, a rinde 3-4 netë. E qartë? E takon të atë tjetër njoni atje, ka pas ma para. Të trathonte, me ishin e saj? Trathonte, po. I kum shek këtu e ka pas quma para, me qitë për jashtë e fut mrejna, një shu ishte. Që ti për shumë prap nuk e ndaja, ku të ajti të kuj ka la mëjtë i më kënë. Je po ka la mëjtë i gjohë, janë tujtë këtë mëjtë. Edi. Ka i kërkon, ke gjyqi i kërkon, kuj di gjohën me. Edi, pa tjetër do të dëgjoj historinë tënde me detajet ditën e sotme dhe më vjen keq do të ndihmoj, por ta them si motër, nëse historia është kështu ti pas ke shpëtuar nga e grua, më mirë që ka ikur. Ma e pëti, a i vend e ke motra ati, më që të motra të janë ke policie, ke Librazhdi, alësia shu hoftani, e në të nësojnë të kjesh këtë.
vejo një shketi kërë para ka 30 që ka i. Mi punë e unë nesë më t'i ke përveshi, mi punë në ata motër të policia e Librashtit, më kujnën e komë në policia, më në shpi, unë ka shtiki fare, e kujvan e komë, nuk më ka punë në drejtë da. Po, për që të denoncon të në polici? Po që që i këtë njëne, që që kërë ka shkonë që bënë, që nësën të këtë mori bëzdi, ku t'i gjonë se kisha avtikte. Gjindi sërbet, a kupton që më bref në kështë e këtë. Asë shrenja asë a kupton asë shrenja asë ta akuzon të ty që ti e dhunoje dhe të shkonte në polici. Po, gjithmonë, këtë. Dohan 2 paketa në ditë, me shqit nuk rinë të gjohë të kishpja. Me gjatë me qizë në lëmë rejtë. Me pula si gjosë finisht. Wow. Nuk di që të kajnë. Unë nuk e njofë këtë zonjë. I merë të lego, është që dishme, pa u këtë janë, unë i babë që shkalamësh. Jëmë 38 vjeqë. Kam 20 vjetë me atë gru. Si e njohër? Më lejon të pyes se Edi si e njohër me zonjë? I këshu, pa të martu i motër atër ke nga gjetonë. E ne jo nda, këpëton nda, ka marrë një jëpë qënë, rrimi një jëpë që i shunë dhe. Komuniteti... Mori jëpë që martu një 4 vjetë të nga gjetonë. I ku e ati rrje, mos ati, i qova ka da mojtën pastaj. Ku i ku e në Tiranë. Por, më lejo të pyes, ti e 38 vjeç dhe ke 20 vite martes. Je martuar 18 vjeç, ka që i vogël? Po, 18 vjeç për kujti ka pas kalamo, 2006 ka pas kalamo. Por, ti ishe 18 vjeç, por nusja sa vjeç ishte kur u martuar? Moshatar. Ti e njofe atë me dashuri apo ta prezentuan? Me dashuri i kështu i shoh që ka sajti kushin e para, sajt një ashtu. Njën e pasaj i kem kështu të koshem një në Izabel. E qartë, ajo kishte pasur një martesë të mëparshme që ishte ndarë? Po, ishte ndarë që pasja 2-3 vjetë në da, 2 vjetë a 3 vjetë nuk e di mirë. Pasaj unë se dije, nuk ma të tregu, pa, i mene më vesh, me më. E qartë, ajo nuk të tërgoj që kishte pasur një martesë dhe ti vendose të ta doje sigurisht dhe u martove me ta. Por, në çfarë vendi jeton, Edi? Mi fshat Librashdi, kisa vesh. Jeni nga Librashdi. Edhe zonja në fjalë nga Librashdi është? Po, ka një përshkatumi. Por, si ishte martesa juaj? Kur u njohët në fillim, si është sjella, apo kështu ka qenë gjithmonë? Me pëllim, kur linde kalamon e parë, një shumë, pastaj shumë mirë, pastaj. Pastaj koshe i gjithmonë, dhe janë më prish kalamojt, më prish familje, koshe i gjithmonë. Bamu një shkretin në Greqi, nuk kam lonë të shovesh për shabotin. Bamu Greqi, bamu punë të mshet. Si të maje e fejtë. Që të fejtë? Jëmë të tëru, nuk kam prit pak me bukë për zotin e matë. I me po që asho asë detërime s'ka pagu mive, asë si ta ka taku, asë si gjo, asë të tindet mive. Kërë japi deklaratu që i maj dhe, nuk ka problem, i maj dhe. E qartë, kuptoj. Nuk du të ndaj, se ta kënë kalamojt, këtë, po di gjonë, a ne i këtë i tu kalamojt. Edi, të bëj një pyetje, një grua që studo dhe ikën. I qova pak, ku pashtu shkollën i menë dhe, kalamojt, 2 ditë para vëjtën e takon Tiranë ata kalamojt, nuk i do. Me ata ku ike, herë kështë të bej, herë jo, herë të në të matë natës, i këshu i tenë. Pas të ku qova kalamojt ati ma para unë, që 20 ditë, i qova e në Tiranë, që 3 të kadë. Se e oma, si komët i kisha këj, ashtë i majnë e oma. Ajo nuk i ka të i dite për zotin, një ku e në kalamojt i përsh, i dite, i rifte, i të dëroni, ka shendi u me poshta 2 të vejnit. Ikte me të punë e motrës, 2 ma natës vinte. E pime, dohan, një shumë mas ati një punë motrë, aho mas ati. Po mirë mo, kjo motra e vetë. Ata 2 motra, ke banë ke policia, he ma pa e në kështë e ime, e në më provokojën. Njona që dishin, njona me të gëmbargu, më kështë i gëmbargu e eftot. Nga në mitra, në më gajtet, që ishin ata është. Ata e rogaqe, nuk jenë shumë. O Edi, ta në të lutë. E një i burri që ka marë, a i ka e vaj ati i kantarë si sa familje. 3 familje të një të isha 2. Edi, të lutë. Je i përgjeshëm për të fjalë që pëthuaj se pa akuzon rënd, ku nata vinte të zhvishe për ateje? I kam shtoj do. I kam shtoj që me e shumë që të kejmë. Punë vej i faj muti, e të klore vetë. Kam rënë në bëllam, për në përshmetën, a shumë të atë ka gjyqi. Po mirë mo Edi, për qa e kërkon atë nuse të rikthehet? Që do atë nuse? Që i te gjukatës nuk do atë ndaj? Po mbahet ajo nuse? Për qëfar e do? Nuk pa e do, më ose më të të mbinë atë me. I të divorcin një agash. Asë që rispej kërkoj më i kom bërë me fërë me gjo, asë pej du, asë i gjo vetëm
Në siguracionit e pagoja, është të ketë një e shumë, një shpetë kam që një drejt. Ja kam pagu në siguracionit e më dhe dhejtë bosh më për. Ti fje burre, ti fje ati gjorë, ti e i top në gënë. Po kush e hu dhe Olivia? Asnjë, Olivia se këtu e. Ole gënë. Ole gënë, ondërsirë. O shqipsirë. E kush më sa ty, bre? A do t'i bi nesër tërmat? Që e biri? E kush më sa? Po, do t'i bimen. Biri, po si futat gjithë maja. A do t'i bimen me matar? Motrën e kam këtu, nuk e bi më, ja. A do t'i bi me matar? Po bjerën ata e. Motrën e kam në dojë të mija, në kam sigurt. Bjerën e, bjerën. O Edvino, qëmë, ashtu dërë jeti? A? Po. Po pete e dërë, që të hoqën të varë të shqe. Kush? Po mirë mos, ju keni jetuar 20 vite dhe 20 vite nuk janë pak 20 vite martes. Ani mi burë që të 5 vjetë që kumë shë këtu, për zotin ma ka në vetë që ani mi ato meshi, mi qip hop për lajë, që ditë një punë bëndë. I dashur Edi, keni 20 vite bashkë dhe 20 vite martes nuk janë pak. Kur filluan konfliktet mes teje dhe saj, ose kur e kuptove ti që ajo po të trathonte? Me të hynja ta motrët më më përë. Të hynja ta motrët një i këshu. Njëna provokon dhe njëna ne hofëm kështë për mu kështë. Këtë një shumë nëndë gajtë, në ta motrën të hynë më përë. Pastaj të rëgojnë e vetë, janë bërë ashu e shite e i kumë shë ishte gjërë dhe 5 vjetë. Jo më nga s'mon, jo, ne një shu. Ishte pastaj u rritën e kalamajt që e shqitjen, ka pacu një ma para në ta, a ke besu me qu, ata me qitë për jashtë aja po të mrejna. Nëzishte fëmijët për jashtë dhe fusët të dashur në brënda në shpi? Këti ponte, e rritën kalamajt pastaj, ne kalamajt nuk e deshën mo, një shumë mo një në rrugë. Po mirë, përse e mbajte kaq vite nuse? Kur ajo... Më vim si shumë kalamajt, nga se më kam të... E qartë, por ata fëmi pa nën po rriteshin, dhe psa ajo ishte aty? Se ti po më thoj që i vinte pa ushqim. Asi që, as buk si ponte fëmijëve, asi që i quni i shkret njoni, e kështë e no, a ke po e vetën që bukat, kështë. Mi ka rap, mi ka të të ruh, i kam në vidi. Po mi mo, I ka goca vetë. nuk e ke denoncuar në polici? Dhe me të nësu goca, ka qenë 100 herë, nuk i me të denoncin goca. Nga që u njifshe me ata policë, që ka të shqitin me bo ata një, ta morën më shumë qarë. Një pa qenë farë për shërmot, bëndi denoncin, beja në zion. Por, ti do të ambaje si nuse, nësa ajo s'do ikte? Do të ambaje si jo, ishte në fëmijëve. A je mirë, Edi? A mund të mbajet një grua e tillë në shtëpi? Po një grua që nuk do fëmijët e saj. Ata që i ka mbajtur 9 muaj në bark, i dhunon, nuk ju gatuan, por del dhe ikën me të tjerët, burri nuk e do. Për çfarë do ta mbaje? Sepse ma habisni ju burrat. E te ka dhugurit e ti që e oma, e ka punë me vete, ka qenë martu që e oma, ma e pëtë. Që e oma, i ka punë me vete, e shu ka një gjithë ata, s'ka po vete njënër me dasën, kurse ata me depresion, ku me të veç atë kënë. Po mimo, ti ke folë ndonjëherë me nusën tënde kur ishte në shtëpi? Ajo ta ka pranuar ty që unë nuk të dua dhe dua një person tjetër? Me kënjente, me që një natë e para e pile, në rysë bukur mashtron, dhe unë e po e poshte nga që të du shumë. O janë po që më të nëco dhe nuk e ti qka e motra ime me tim, ka po mama pita mu. Por e qartë, sepse prap ti më habite, Edi, ti vazhdon ta duash atë? Ta duash, e me që më gjipë se shumë kalamajt, a këtë që të khejnë. Që do rriten pa nën, e kuptoj, që ajo s'kujdeset për fëmijët, që nuk i intereson për fëmijët, të dhimbse fëmijët, e kuptoj të pjesë. Është normale. Mu për shembull i men duhet deklaratë që tu mbi rriz vetë kalamajt me. As detyrime s'ka go, as i gjoa, ke parasysh që ka ata për të ashtu, dyja ka të rëndsu goca jo. Për zotë goca maga, që e në Tiranë, e dënëncoje një herë të libër. As i gjoa fare. Por divorcin e kërkoj ajo apo ti? Ajo që në vetëm divorcin kushte, s'u konte fëmijë, vetëm ke gjykata, vetëm divorcin 3 në rahat kushte.
Të vjen rahat të bëj jetë, por du të ha ti, du të dalë, por du vetëm jetë. Është shumë kot mua. Më shumë e bën ai burri motrës me mua sa me motrën e vet. Të bëjmë një jetë bashkë dhe mi jetë. Kjo është kafshëri. Nëse njeriu arrin deri në këto pika, për mua s'është më njeri, ka mbaruar gjithçka, por Edi, po për fëmijët nuk merr fare në telefon. Asnjë, po merr telefoni, i çova vetë kalamajt pranë, i çova vetë në Tiranë, nuk për zotin nuk i ka gatuar herë i ka thënë, ka 150 lekë me vetë, 7 ditë kanë gjithsej. Llogojtë e ku e merrte ai si gocë magë. Ku e merrte ai burri motrës, e binte tumat natës, goca ka dash vrisë ka vetën ditë para furgonit, ka vetë marr baba, po më të kishte ku e merrte ai kishte qenë skopi, kishte gjetë shtëpi miqëra, kishte gjetë po ky burri motrë. E merrte përdorte janë. Anë me jepte paketa, telefon, ja kështë blej. Po mirë, motra e di që motra e saj shkon në burrin e saj? Ata janë rrugët që ka qatë kushtet, ata një shubën gjega, nuk është që ka ikë vetëm kjo. Ata ikë janë një shubojnë. Po ti... Që ka oma qatë kushtet. Edi, rreth parti fëmijë du t'i largosh nga këta njerëz, se një nën që bën këto veprime dhe nuk i takon fëmijët e vet, nuk i kishin drejta pindërore sa të quhet nën. Shkajtun i shën shkollë, i laj vet, i nga shoshë që më njallën qikon. Dhe ne komë ka kanë të të ru, pa e det, kanë bo në më kajtet. Nuk më kaloj gjurë kësur pa bo. Në shkajt e dikja përveqi nesmet me një bluzë e shumë shkutën, ajo kështë larë Lipesh. Për Lipesh putëm pim ka i kafen me ata njëzët asaj putë ka i gëzaki. Mi pu njëzët ke shpia, moja ajo motën në telefon. Gocën e madhe, ka është bapa si kom pare unë si kur rëf mamë. A ne shalove, një patakon ati, ka i vlan Itali, i patakon. Lugujtë ti ma para i këtë punë e motrës, e fusin e në më në ngomë, i vla kishin më në ngomë. E nusja aty, e vlajt, kjo mund të dyja këta motrë. U zishin flok për flok, është jetë e për zotin e mafë të kam dhe. Por kur fole me vlajnë, qëfar të tha vlajnë, me vlajnë ish nusës, kunatin, qëfar të tha? Atëherë më ka që të merë më me këtë punë me motrët, se të të rryon ka nuk kam punë me ty. Pastaj më ka njoni, pastaj që iku kjo alma, linë rahat ka mu, kalamajt majke, bërë rahat nuk maj kalamajt, nuk e tura së në tonë të. Linë rahat alma, mirë. Kërën pu i kushin e vetë, i kushin parë. Mërë të mu gëshpia, kalamajt e ashu vetë më jepit e gocën, tjemë, më pofër. Edi, dalimit e divorci, kur ndodhi divorci në gjukatë? Maj meni me... Pra fërsisht për para sa muajve, le të themi. Nuk e maj si më shumë i mërsut e nësë... E qartë, por ajo ka ikur në 2024, do të thot nga qeshori 2024-ës deri në këtë kohë që po flasim, ka ndodhur ky divorc. Pak rëndësi ka. Ka ikur reka në tetor fillim e denoncuar. Ka ikur rek tetor fillim e denoncuar me po kështu. Denësime, jo më ka rraf, jo më ka boge, përshë i hofte ma i sa shëqatat grave, të ndimësit e grave. Por 2-3 muaj pasi u largua, u kujtua e të denonconte për dhunë, 20 vite që jetoj me ty. E denoncoj goca pas taj edhe. E bia, denoncoj nënën. E denoncoj goca se o zunë herët e ke gjëkata, i rrafi e oma, një shumë bonda e a e sunë dhe e kalamaj. I ka e psikologë, ka të kalamaj në qafë, kësë janë tut, ishte ly, ishte po, por e rëj kalamet ke kapin qafë. A si kapë të kalamet fare në mes psikologës. Dole më jashtë në lau, ke përishte makina të lau. A i këtë pun ka, e të rrugat që të kejmë. O, Edi, mos ka probleme të shëndetit mendor? Se një nën të arri deri në këtë pikë, mirë burrin nuk e do, mund të tradhtoj, e kuptoj deri këtu. Po fëmijën e vetë... I ka konë goca, gjithë psikologë, e ka në rrutet psikologë, jo një. Të copë, të gjithë i kanë konë rrëpë kësvitali e saj. I këtë goca, o i ma o vizitove, ka vizitove i buri motës, ka thënë. Ma shumë du këtë ata ka i goca e motra, ma shumë një këtë kam goca në këtë, ma shumë du këtë sa ju, për i gocë motës. I lëndonë fëmijët, e qartë e kuptoj. Edi, qëfar vendosi gjukata? Ty të la kujdestarin e 4 fëmijëve, po nënës qa i caktoj? A si që jo ka divorcin, jo ka direkt. Po i ka dhënë një detyrim ushimor? I ka ushimor, në 50.000 lek. Për të 4 fëmijët 50.000 lek? 200.000 lek. 200.000 lek, 50 për se cilin. Nuk i ka paguar, besoj. A si herë. Por... A si ka taku, a si gjo.
I kështë për vitri, ishte vitri, i kështë vjoni që kalamojt a janë, a këtë jenë tujtë, maj. Po ti desh a këtë unë i pata, këtë nuk t'jepja ty të t'zijet në këtë mua. Po qa i ke bërti? Qa i ke bërti që ta këmerët me ty ajo? Ica ku shri, marrin telefon, qa bëgjanak, gjithë, marrin telefon, kujtëm kërcenojnë, ma e për të një shumë. Po për qa të kërcenojnë, Edi? Po ku merët vësha e një pumpën e hofën kënja ta, i hovi natë kohë, natë një ti, një shuri, që të kejmë. Sepse, mirë, ishnusja jote, është e përdalë si pas gjithë kësa historie që ti po më të regonë, por njerëzit e tjerë të fisit kanë dy mëndë në kokë, arrin të njojë njerëzit. Përse du të marrin ty të kërcënojnë kur ti i vetëm po rritë fëmijët tani, dhe mbi të gjitha nga e grua u trathove u braktise. Unë që dite me përgjanakët, po të që mi punë kujtë di gjona, mirë kushet ma. Ore, atë ish bëgjanakun tëndë? Majnë të tre, majnë pëtin një mo, të tre, majnë pëtin. A lejohet për të rinë, ka të shtatë të nënëson të rikosat e që që e marrin kaj bëgjanaku ati, ke motra, ke buri motrës, nuk e ka po asje policie ke. Ka qenë gosa bjë të policie, asje që e ka po. S'ka marrë denoncimin? Nuk e ka marrë, që që e marrin ati me sëllen, asje se ka po. Por ti ati... Vizitoni e ka kun, se kam bëgjë. Ati ish bëgjanakun e ke takuar? S'kam qenë mos, unë ka pas komë të kryu, s'unë kam lides fare. Jo, në momenti që gruaja të thotë, unë shkoj me bëgjanakun, ta thot në sy, ti si ke reaguar. A si ju që ti poje, ja... Tani jam unë grua, edhe bëjmë kej shumë kur e të gjojnë këtë fjali. Me telefon me kamë, nuk ishi që ti poje, rësi e kam bo, këtë 15 vjeqe e ta kam bo, rësi e këtë të rumë, ka mujë që ta kam bo. Pasaj turp t'i vi tani, nuk e di ma po më shokon me këtë histori o Edi. Në shqyt mivet e mërë dhe i bëgjanaku, që në gjyre të që shafin, gjyre rozi koshtë, në shqyt kosës. Voglës dype, 13 goca, e koshtë në gjyros, për zotin e matë. Me telefon, me cigarë, kishte qelë si lente ke goma, si ka pjenë veç, shkënim aton kuj panteron, si një të një 7 dit, në ndë gjithse 7 dit. Që ti po, shapin të tumat natës, vinte ka jetin në kërgoca, ka që këtë avarinë në marë, i dikuj për zohë, vojta i mora pas tani. Nuk e di, qofshti, Edi, nuk duat të të paragjukoj, po qofshti se si e ke mbajtur 20 vite një grua që pinte alkohol, që dilte natën, që të vite ta thoshte troç në sy, që unë shkoj me tjetrin, duam shumë atë sa ty, qofshti që e ke mbajtur. Qa të bëja e ndë? Po si qa të bëja mo, Edi, tani të lutem, tani qa të bëja unë. Që ditën ha për lajqe... I tërgoja kufirin, mo vla, ndajshe. Për qëfar ullë, për qëfar shkatëron jetën tënde, shkatëron jetën e fëmive, shkatëron gjithë shka, për qëfar? Për një grua që nuk është e denjë, i thuet stop asaj martese. Si qka bashkime ka dhe ndarje. I mene të gloreja ka vetë, e nuk ishim gjykan në qistë o nazën, që e martu një shumë me e pëtë. Rësi më bo 15 vjetë, rësi më bo kësho. Ajo të ka gjetur ty, ka ishte urt dhe ka bërë me ty çfarë ka dashur, edhe pse është e patolerueshme. Do, unë i shketi bam, për Greqi nuk kam fri pak me bu, bam Greqi, bam, nuk kam vetëm bu. Sinqerisht më dhimbseshe, ti ke punuar nga mëngjesi deri në darkë, ndërsa ajo i bie të ketë bërë qef. Qef, ma e pyeti qef, për zotin e ma vetëm qef, në çati boja. A ke vënë mend të paktën nga e gjithë kjo histori? Po, teta, po, nuk e, ne që kishe besim që po që i 9-6 mesh, pash nuk besit hop shumë, prapë sa do këta një e la, nuk besoj ka shtë hop shumë. O si 9-6 mesh, anë që ti po që, ajo që ti boje. O Edi, unë e kuptoj që në fillim ti nuk e ke besuar, e ke dashur, të besoj. E ne më të rëkuj pas taj vetë që unë kam pas i djekje ati ka motra, e ka bohe i kushet para ati, nuk e ka që më përsh familje, pa ta konë vetëm i këti, më përsh familje me zje kam, me zime ka zote i 4 me, me zime ka zote. Po mirë mo Edi, se kër gruaja të thotë, kam patur një tjetër, kër gruaja të thotë, ti i ke në Greqi, unë shkoja me tjetrin, shkoja me kunatin. Deshat ko që e kej këtë det, e ke ku kishe atë që ngellisht atë zonë, 2006, kam pas kalamo, ajo kishe këtë një gjithë thomën, ati këtë doktore, kishe në detë një një marë ati, kishe aty për të nëzirët kalamon. Kur be onë aty, jore president zirë kalamon, nuk ka gane. E ne marë biki shpia.
Edi, ti më tregove që nëna nuk i takon fëmijët dhe ti ke tentuar ti marrësh fëmijët ti çosh tek nëna. Çfarë ndodhi atë ditë në Tiranë? Ti i more për t'i dërguar që ati takonte, ajo çfarë bëri? prova. A ditë nuk doli me i taku fare. E herë kishte kon dëvi. Kishin qenë ka shtëpia, kishte gënjur asoj, kishte vetë ka komshia çakuve që ku keni kjo ka i këto se ka pa mo. Ai ku ti garri. E kishte marrë gocën telefon, atë vesh të takosh dhe. Masi sa pe kishte kon nikni se nuk kjo takoj se vendoma natë. Kishte marrë goca policin telefon, nuk kishte. Jam punë ka bëj tre punë, ja shoku ti gjon çat ka. A ditë ka të rëndësu goca, pa ditë, ime me 3 ditë para shkollës. E dhimbshme në fakt, një vajzë e mitur që kërkon ta takojë goca 15 vjeç. Dhe ajo e mashtron dhe gënjen i fik telefonin. Ja po, e thaj që telefon për shembull që ta ke Facebook show, ke parasysh që e ka pllaku, do ta marr vetëm me numrin që më i shoh gjona kështu. Ku më bësh një show? Unë ka po blokshim fillim. Ka marrë telefon më ndër. Po Unë të të mbojnë nga i vidje me një motra, po qiste, ata e kujdyn edhe nuk di që të kajnë. I këshuja boni si që martuje kena e motra, 4 vjetë. I bon vidja një që e ka marrë një i buri motrës, atjeri e kjo alma. Atjeri e bon këshu, blakurish, shu nuk dhe qa është ajo. E në igwe qavë në këva, herë i shëmblor ata, herë në Tiranë, herë në Gjermani, janë rrugësh, nuk o vetëm një që ka i ka buri. I ke ja bojë në bu, që ti bëjë? I qartë e kuptoj. Ata ke martu që e motra, kuptan që e oma e ka punë vetës, nuk jem prej babë zjera. Rrugaqe që ti ku që e po me rrugët, unë i shkreti, ja ke shpije, ke fmet, po ta ke shpatë me zion, ja ke shpije, unë konë gjemon. E ka marrë nona ime në telefon, hajde në ke shpije. E vëm ka i vlajnë që kam i vlama të madhë. Hajde kësë ta pagojnë që ranë rrinë durës, rrinë me të jetin atë në pshatë. Dhe si vinte. E i ka shumë prapë, hajde në libërës të ta pagojnë që ranë rrinë libërës me të metë. Nuk gjonë, vetëm divorcin kështë. E shqip halin tonë, unë du të bëj jetë, du të hapër lokale, du bëj jetë. Lëre ta bëj jetën, lëre, se do vi një ditë që do e kuptoj gabimi që ka bërë dhe do t'i bjerë kokës me grushta për ata fëmijë që ka braktisur. Tani akoma nuk e kuptona. Lëre, nëse ai kërkon të bëj jetë, lëre ta bëj jetën, por zoti që s'kam vik ma para, po e kam garru që qafë, po nërësit mive dhe kam po e gocë motre, si që ma mje kam ketë, sa që kam ju, më shumë du ketë. Një shumë, që nuk e këtë nërësit mive. Po Turp TV, sinqerisht Turp TV kësaj nëne, por po dy djemt që janë më të vegjël në moshë, njëri 10 dhe 7 vjeç? Ke shpia shumë mirë, njëra e ku i pata të Tiranë kishtë që ndi unë nga balkoni arë posh, me zi ka me taj goca. Aja goca i ka rrita kalamat, më për zote edhe, se një dhe të shvetë më se këdo. I ka rrita goca madhe, më. A ne që ku më lindjen kalamat mua të dy, si një më lindjen këtë goca madhe njone, që va në durës, një ta në durës, në më ka jo doktores, ka pa i doktores, ka shumë tesin kalamat. Ka rruj kujtës alma, ka kujtës alma, ka si në konë rruj kujtës e vetë, në rruj marrë vetë me kalamet. E kuptoj? I du shumë, ku ta kënë. Po normal shumë rrimi minuta arrijëm pa foli ja, ba çfarë. I ke Greqion po më shumë si më nuk rritë. Sa kohë kanë fëmijët që nuk flasin me nënën fare? Ata s'kan fol fare, kanë me telefon. Që kur ka ikë s'ka fol fare. Ka fol goca ja 2 herë për kështu më hajde ti ke mesazhet. Hajde më takoj, nuk gjan. Me taku goca madhe. Po nga të 4 fëmijët kush e kërkon më shumë nënën që ndjen mungesën? Ky i vogël që është 7 vjeç? E pa taku goca madhe që merresh me ashtu, hajde më takoj. Kisha arrit ditë ke shkolla, jo këtë nga funi që ku më në shkolla, mi i burë tjetër. E ne aty u mërzit goca më pastaj më. Kështë vajtë me një burë tjetër për takuar të bie në shkollë? Me taku kalamet ke shkolla. Me i burë, me i tash mua dhe qaj ka martu, këtë një një këtë martu, një këtë. Ku me tash puna sajtë më. Por 2 djemët që janë më të vegjël, njëri 10 dhe 7 vjeç, po ata e kërkojnë nënën? Jo, e pa ta fare më, që ata kënë se du mu asë një zunga shumë. I dashur, Edi... I ka të të ru shumë, i ka të të ru. I ka me në video që ma para, i ka rap, i ka mo... Qa video ke? Mund ma të rëgosh qa video ke? Që nëna dhunon fëmijët? Po, kush e ka zi hundu. Po, jo herë. Kush e ka gjiruar atë video? Ka pas gocë vetë, që ma para, i gocë që ka kap një të, po ja kishe pas përsa, ka pas ma shumë, po ja ka pas përsa ajo, atë ma vetë, i din të gjona që të boshë shumë. Unë të si të kapë i diçka që ti të largosh. Në zona mo në shpet.
Po pin kohë me pin kohë. Edi, ndalo pak të lutem. Nëse një nën ka probleme psikologjike apo bën një jetë të shturur dhe dhunon fëmijët e saj, do të jetë pas hekurave dhe të hiqet automatikisht kujdestaria. Tani, ti ke video që nëna ka dhunuar fëmijët dhe ti e ke ditur këtë gjë dhe ke bërë se hir, i je bashkëfajtor dhe ti Edi. S'është pa tolerueshme të dhunohen fëmijët për një nën që do të pi alkool, do të pi cigare, do të shijoj jetën, kjo është e pa tolerueshme Edi. Jo, të lutem tani, ti e ke mbajtur si grua e ke dashur puna jote për ata fëmijë janë pafajshëm. Pastaj vjen nuk na merren për bazë monjoni nga Jo, si nuk të merret për bazë? Nëse ti do vije te shërbimi social dhe të tregoja atë video, se shifet çfarë bën kjo nën me fëmijët, do ishin marrë masat me njëherë për ata fëmijë di. Për çfarë e ke mbajtur atë grua, unë nuk e kuptoj. Mu jem vitin e zori, kështu që dilje e kështu, apo vitin e zori, po i mendo... Çfarë zori, mo Edi, çfarë zori, ja, dole më në fund. Arrite në të pikë sa dole. Ajo me pos në magën e narë, u zishin flok për floku. Që ku jenë të bëndëm ta. Dhe ku i ku mo. Me fakt që këta tempo ke shpëtuar, ata fëmijë kanë shpëtuar, më mirë të rriten pa nën, se sa me një nën që nuk do edukohen kur, dhe s'do kenë edukat. Ashtu ka në kada me, nuk e du moka, nuk du të asho me sima. Sinqerisht, nëse kjo histori është e vërtet, është ullëritse, ta theme sinqeritet Edi, por të lutem, tani bën roli dhe të nënës dhe të babait, e ke të vështirë për t'i rritur besoj, janë 4 fëmijë. Kam edhe nënën, një ashtu dhe nëna. Është dhe nëna, e re është në mosh nëna? E re me. Por shqyr, falë Zotit që pas ke nënën dhe të ndihmon të gatuaj ushqimin, të laj rrobat e fëmijëve, se një baba sa do t'i bëj, nuk mund dhe do t'i bëj të gjitha. Qatë bëjë dhe ti me Ilami, shka po me nënë t'i maj, si ma mirë. Po të pyshesh i maj të zisë. Po bravo. Të pyshesh e pat, nuk besi t'i maj ma mirë. Bravo dhe të besoj. Milaj veti, shtaj, dhe qumë e dëmë. Bravo. Ja bëj bukon veti që në ke shkolla ka e vetë dhe i maj, kështu që të bëj. Kujdesen që me. Bravo të qoftë dhe Zoti ta bëft mbar Edi. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që ish bashkëshortja Edi Kocajt, zonja Alma, të na ndjeki. Unë nuk e di, realisht nuk e njoh dhe nuk e di jetën që ajo bën, por mënyrën se si e përshkroi bashkëshorti i saj është për të ardhur keq. Një nën që të braktisë fëmijët e saj në këtë formë. Uroj që ajo të ndërgjegjësohet dhe të kuptoj çfarë ka lënë pas. Janë 4 të mitur që padyshim ka nevojë për kujdesjen e saj, për dashurinë e saj. Uroj që ajo të më telefonoj dhe të jetë në një nga live-et e mia dhe uroj që të takohet sa më shpejt me të vegjëlit e saj. Asnjë fëmijë nuk do që të jetë larg prindërve, por ndodh ndonjëherë që divorci ti bëj fëmijët të rriten me njërin prind, por kur fëmija rritet me njërin prind dhe shikon prindin tjetër në rrugën e keqe, mbushet vetëm me urrejtje dhe humbet dashuria. Uroj që tek Alma dhe fëmijët në të ardhmen mos të ndodhi kjo gjë, sepse është një traumë për ata të vegjël. Mirë, ju falenderoj që më ndoq ditën e sotme, uroj që poshtë kësaj video mos të ketë komente negative. Në fund të gjithçka nuk jemi as kushti të gjykojmë dhe të paragjykojmë. Dëgjuam sot vetëm një version, anën e Edi Kocajt, pres në ditët në vijim të kem edhe Almën për të dëgjuar dhe versionin e saj. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.